أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Tregimi i pejgamberit Lut alayhi salam. Thot Allahu azza wa jall كذبت قوم لوط بالنذر. Populli Lutit alayhi salam i përgënjeshtoi të dërguarit. كذبت قوم لوط بالنذر. Populli Lutit i përgënjeshtoi pejgamberët. Sikur se të populli Salihut, sikur se të populli Themutit. Të populli i Adit, i Hud alayhi salam, të përgënjeshtruan pejgamberët e Zotit. Ai që përgënjeshton një ka përgështruar të gjithë. Kadhabet qawmu Lutin bin-nudhur. Luti ishte i dërguar tek një popull të cilët banonin në skajin juglindor të detit të vdekur. Respektivisht në kufim mes Jordanisë dhe mes Palestinës. Ku është deti i vdekur sot? Ato ishin disa qytete apo disa fshatra, thuhet 5, thuhet 7, krye qyteti tyne apo qyteti më i madh quhej Sedum. Këta njerëz të këtyre fshatrave të banimeve, aq shumë ishin të prishur, të devijuar, saqë thuhet nuk ka pas popull më të devijuar, më të prishur në botë. Aq të prishur, saqë Allah i madhruar kur i dërgoi pejgamber, nuk i dërgoi për tyne sikur se popujve të tjerë. Popullit Themud ju dërgoi për tyne pejgamber. Popullit Ad ju dërgoi për tyne pejgamber. Popullit Nuhit ju dërgoi për tyne pejgamber. Popullit Medjen ju dërgoi për tyne Shuaib alayhis salam. Popullit Qifut ju dërgoi Musa alayhis salam dhe kështu me radhë. Arabe ju dërgoi Muhammed Mustafa dhe kështu me radhë. Sallallahu alaihi wasallam. Këtyne janë. S'kishte asnjë të mirë. Që në kupton se këta krejt, ishën të prishëm. As një për tyne së është i mirë. Së është i mirë. Zëtë në fundi i tyne të regan, se në ta nuk pat as një grimc, as një thërmi hajrit e këta njerës. E Allah dërgoj Lutin prej Shamit. E Luti ishte i familjes Ibrahimit. Madje si mbas mendimit më të fortë, djali i vllaut Ibrahimit. Ibrahim a.s. kur është shpëngull për Irakut, pasi shpëtej për zjarrit, dhe debat mas debati me babën e vete, në fund, tha anë pashkaj, për bëj hijgjret, edhe a i tha, ja ek jatë në za, të rejtë mytit, gurzaj, s'ke vend të na, edhe këtë bënë hijgjret, edhe kemi folë për Ibrahim për hijgjretin e tina. Bënë hijgjret, Ibrahim është njëri i parë në rruzull të kësor që ka bëj hijgjret, fi se bilillah. Muhajir, është shpërngull për hatër të Zotit, me rujt dinin Allahut. I murë me veti, vetëm 2 veta, Sarën, gruan e ti, dhe Lutin, nipin e tina. 3 musliman në rruzullin të kësor. S'ka mo.
Allahu e urdhëroi më pas që Lutin, kur shkoi në Shamkë, Lutin ta dërgoi që të vendet që thamë na të deti vdekon. Dhe Lutin dha me Ibrahim a.s. Kështu që tani Ibrahimi ka tregimin e vetën atje. Te mreti, me Sarën, e Haxheria, tani Haxherën e bjen Mekë, me Ismailin e rritet e kthehet në Shame, pastaj kthehet bjen ku rritet viziton Pete, kthehet në Shame, taj bjen Pete, tani janë urdhëruar të marrë Çabën dhe kështu me radhë, por Luti është ndarë. Dhe tregimi i Lutit tani ndahet për Ibrahimit a.s. Pra Allah dërgoi tek këta njerëz Lutin, që këta ishin popull shumë i prishur, e prej veprave shumë poshtra që kishin këta, e që si kishte pas askush këtë dynja para tyne, ishte edhe kontakti intim mes të njëjtës gjini. Allahu na ruaj. Për këtë popull dhe fundin e keq që ka ardhur dhe ngjarja e tregimi i këtij popullit shumë zullumçar, Allah na ka thënë suratul A'raf, surat Hud, surat Hijr, surat Shuara, surat An-Naml, surat Ankebut dhe vendet e tjera, diku më gjatë, diku më shkurt, po edhe të nëtsek, shkurtimisht i madhi Allah te bareke ve taala. Thot Allah kadhabat qawmu Lutin bin nudhur, pra populli Lutit përgënjeshtruan pejgamber të Allahut. Inna arsalna alehim hasiban illa ala Lut najjaynahum bis-sahar. Ne dërguam një stehigurësh mbi ta. Dërguam sepse përgënjeshtruan Lutin alayhi salam. Luti thirrën rrugë të Zotit, si çdo pejgamber tjetër. Nuk e besuan, e përgënjeshtruan atë, vazhduan në kufër, në shirk, vazhduan në harame, të zhytur në harame, në klenë në haram, këtë dynja pa po ata. Ata aq harame bënin, sa që ishin në një vend strategjik, kalimtar të tregtarëve. Prej botës arabe shku në Sham, pe Irakit në Sham, ishte një linja saj, e njohur, dhe ata i delin njerëzve në rrugë. Dhe që të njerëzve harat që nëse pëlqen të dikush e mërnë dhe bënin faqet zeza me ta i dhënën njerëzit e njerëz fesagji me kuptimin e plot fjalës fesagji në tënë në fushat e jetës. Dhe Allahu pa thëtë se aty në dërguam dënim, inna arsalna alehim hasiban, dhe ne dërguam aty një stehigurësh mbi ta, illa ale Lut, për pas familjes së Lutit, najjaynahum bis-sahar, i shpëtuam ata para agimit, një pjesë të natës para agimit. I shpëtuam ata. Këtu për Allah në cek shkurtimisht, ndërsa në vendet tjerë që ceka me heret, në sure tjera ceka Allah mërë detaje se si u ka ardhur atyre dënimi. Allahu në vazhdim të regan se këtë dënim e dërgoj një met për besimtarët, e dënim për jo besimtarët. Ni'meten min indina, dhunti mirësi nga ana jonë për Lutin dhe familjen e tij, për ata që besuan. Nga dhënim triumf për të dashurit e tonë. Kedhalike nëgzi men shakar, ne kështu i shpërblejmë të gjithë ata të cilët janë mirënjas, e falenderojnë të madhin Allah te bareke ve taala. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Luti alayhi salam u patërhequr vrejtjen popullit e tij nga një dënim i mundshëm që mund të vijë nga Allahu. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, por ata dyshuan në kërcënimet, paralajmërimet e Nuhit dhe nuk i besuan. Andaj edhe kërkuan prej Nuhit që t'ua përshpejtoj dënimin.
E kemi të cekur sa herë se Allah i madhruar asnjëherë asnjë popull nuk e ka të shkatëruar tërësisht pa e plotësuar dy kushtet. Kur vetë e kanë përshpejtuar dënimin dhe kur është lutë pejgamberi kundër tyne. Kaq. 950 vite Allahu nuk i dënoi popullin Nuhit. Ama kur e lut Nuhi kundër tyne më fal. Atëherë më erdhi koha e përgjigjes së lutjes Nuhit alayhis salam. Dhe tha Allah, marrë anije. Ndërtoj anije. Se shumë shpejt vije dita. Edhe këtu tek Luti alayhis salam. Këta njerëz përpas tij edhe Allah po e cek këto po thot edhe një të keqe tjetër që dështin ja bë Lutit. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Dhe ata dëshën që të bëjnë marrina, dëshën që të afrohen mësafirëve të ti, mësafirëve të Lutit alayhis salam. Por ne u avërbuam sytë atyne. Allah i madhruar në ka cekur në surët Hud për dhe vende tjera se Lutit alayhis salam shkon dhe mësafir të panjohur. E këtu për cek shkurtimisht për thot ata dëshën të afrohen mësafirëve të Lutit. Por ne u avërbuam aty në sy. Çështja këtu në mësafirëve ndërlidhet me Ibrahimin alayhis salam. Allah i madhruar deshe ta përgëzoj Ibrahimin dhe Sarën alayhimas salam. Ani pse ishin shumë të shtyrë në moshë. Ibrahimi ishte afër 100-ve, e thuhet kishte kalu 100-at. Më herë pak Sara, Allahu u dërgoi melek në formë të njerëzve, Gjebrailin, Mikailin dhe Israfilin, siç është thënë, te Ibrahimi alayhis salam për ta përgëzuar me Ishakun, madje edhe me Jakubin, nipin e tyne, sa t'jenë gjallta të dytë. Tash imagjino 100 vjet, kime lind edhe kime prit, kime martu dhe kime prit më të shtu roja, me prit edhe nipin, përgëzim pas përgëzime. Tani ndodhet çka ndodhet atë, ta s'kem kohë me cek, se Ibrahim alayhis salam ishte në mbrana, nuk i njofti që janë me laçe, shka shpejtemi a bruni veç atje, muhabete, pa ta s'pëzgjatin dorën, tani i tha çka puna ju, dhe atëherë tha mëse tot, se ne nuk kena arë për të keqe, për kena arë për të mirë, na jena të dërguar të Allahut. Mas pari, për të përgëzojmë ty dhe që të në kam, Sara alayhis salam, me Ishakun, e mas Ishakut edhe me Jakubin. Kjo e para, çështja e dytë, ne jemi nis të populli Lutit, me i shkatru ata. Tash ky ishte gëzim, kjo ishte mërzi. O mërzit Ibrahim alayhis salam. Për ata Ibrahim alayhis salam filloi të debatoj me laçe. Po pse vëre po shkoni, nashta pendohen, nashta kthehen. Fon ka marr, fona e punë. Dikur i tha, po bre, mes të ty është Luti, tash ai burri mirë, qysh më shku më shkatru. Tha na dinë më mirë se ti kush është atje. Ti s'kine unë kallzoni ve hiç. E morë lajmin tënd për veti pa. Selam aleikum, na shkum te Luti. Edhe lan Ibrahimin atje, edhe ardhën te Luti. Kur ardhën te Luti alayhis salam, prap në fort njerëzve, edhe qenë disa verzione që kanë ardhur te Luti, që kemi cekur në detaje, po shumë shkop e përsërisim. Thuhet se e takuan dy bijat e tij duke punuar në fusha dikon atje, edhe ata i thanë aty në bijave punëtore, ku ka shpinë Luti?
Edhe ato thonë lutën e në bjetë e ti. Ose i panë se janë të hujt, edhe ata pyetën diçka, edhe a ka në bëkush kana këtu. Ato tutën, thanë me bu më ranë dorë këtyne, këta i bujnë fesad, të kanë djemë të mirë, bukur, bile të thënë babës të jabën baba në qare. Së dhe që ti jetë, mënyra, këta i ranë shpejnë kanak, ja që Allah mësafir kanak, lutët e lehi selam. Lutin nuk ngushtohet për mësafirëve, e Zotë më sallash pejgambert më ngushtu për mësafirëve, bile zburat të mëdhej, nuk ngushtohen. Ata na shta ngushtohen që s'kanë që me qitë në hangare me pi, për ndryshe, e qenë Zotë mësafirin, mirë se ka arë mësafirin, sepse Allahu të ka pru mësafirin, dhe bashkë me të vjen bereqeti Allahu të bareke wa ta'ala, dhe ja, ati jarë bereqeti i Ibrahimit, këtu për jenë bereqeti Lut alayhi salam. Po Lut e kishte një dert madh këtu, sepse din të mirë, se i pa këta djemë, ta bukurosha, se i pa djemë të mirë, të pashëm, nga se me laqet e Allahut, kur shëndrohen në njerëz, shëndrohen në trupat bukur, në njerëz të pashëm, të bukur. Dhe këni këni jefte, i shtini mrena, edhe për ka dertin, me bo me marrë vesh, erdhen bramjen, për endim djelit. Pak ishte i qetësun, mirë që erdhen bramjen, ashtë se ka pa kërkush, po me bo me marrë vesh ata, gjatë natës, vaj halli për neve. Dhe gruja e ti, që ishte dreqilarum, edhe bashkë me ta dresh një tjerë ishte, kjo se i pa ta bukurosha, djemë të mirë të bukur, dul mënyrë të nëzare, fshehta zi prej burrit sajna, dhe shkevile mbrej Parisat e tha, nëse dëni me bëhet diqka, të luti janë dhe burra djemë të bukur që asë keni pa kur. Dhe ata pa një pa dy, kërejt, ju vërsëllën të dera e lutit. Jo këtë për që ta qajshë, të që pari atyne, të dera e lutit, dhe bam, që në dera. Qa me ba luti, këm shel derën, tu të pëthejnë, dhe për dere për fletë atyne, a ka kush për juve që është i mesë, pra mërë një vesha, këta në mësafirte, që shu prek njërë mësafire, mëse verk mësafirte, debat, frige madhe, lutë, a.s. sa të dush. Me laqë veç përrim, po të në qeta. Dere sa kërë panë që lutë o stresu o ledhë, dhe po ka frikë shumë, dhe ata nuk po të rhiqen, e thanë, që shpë thëtë Allahu Azza wa Jall, në surët Hud, qalu ja lutu, inna rusulu rabbik, felej jasilu i lejk. O, no, lutë. Mos polemizo me ta, lej, në jena të dërguar të Allahot, nuk kanë mundësi marteni, mëski dërti. Të mëski dërti për atë punë. Por, që ka meselja, fe esri bi ehlike bi qët'in min e lejli, o la altefit minkum ahadun illa mra'atek. Ama, lejte ta, se ta nuk kanë që vinë të na. Por, ne kem një urdhur. Urdhëri është sante ti me bijat e tua, me familjen tonë të bëkvalish për thët, natën me ikë pe i këtuhit sa më largë. Dhe mos kthehet kush më rapa, mos kryt më rapa nuk bën me këthy. Kje kryt më rapa nuk bën me këthy është për qëllim, kur ta nini brimën e madhe, që t'ju bjen dënimi këtyne, instinktivisht njeri ju kthehet. Ju më s'ga bëni me këthi kryt më rapa. Ille mra e tek për pas grus tanë, e le ta këtheni, sa e me ta, e kom me hongër. E thuhet kuptimi është ti me familjen tanë e esë, grunë më se merë. E thuhet se grunë e murë, si shkej vetë për maski, e që ishte në zërë të me marë. Se ty bërë një zërë saj heq, se ka prush pjetin fëta i shejtan. Por, ju flukë për masë, dreqi, dhe rrugës kur shkon, kur dole një jashtë qytetit krejt, veç ishte zdrit, veç kishte lind djeli, o një brime madhe dhe aje kthehet. E me la që për pës grustane, pra aje le të kthehet. Innehu musibuha me asabehum, sepse atë ka për të goditur, aje që ka kam i godit ata. Kjo së në pështë të dënimit gruja jote. Së në pështë të dënimit e caktuar të Allahu, që edhe kjo ka më shkatruhe. Inne mau i dëhëm subho. Të kohën këta, me orë dënimi zote kanë sabah
pas të lind dielli. Ishte mbrëmje. Lindja e diellit në sabah. Lutet, është një natë, lutet që ju do gjatë. Tha, ku, vazhdo ma shpejt nga që dënimina? Ma shpejt, me i shkatëru këta. Sepse këta janë zullumçar, nuk ka hajrin ta. E Melaqit e thanë, e lejse subhu bi qarib, e pëse po thua ma shpejt? A larkë po duke ty sabahua? Pa afer është sabahu, sahora vjen, më s'ki dërë të heq. Sabahu vjen sahora. Dhe kështu ndodhi. Por para se më shku atje, kthehem tek ajeti që është teknik në surët e Qamar, ku Allahu pa thot, te bareke ve taala, këta dëshën të bëjnë mesafirve, pra të pashtrojnë mesafir, që afrojnë mesafirve, fa tamasna ayunahum. Dhe u avërbua më syt. Kur tha Gjibrail alayhis salam se tot, se nuk kanë marrë tek ne jena me laqet Allahut, Gjibraili doli jashtë, e nuk kanë me qëldjena heq, veç a kërsi të shëplagu. Bam! E thuhet me një pjesë të krahët i ra, dhe krejt sytja verbëj, madje tamasna, bukfalisht i bie mjafshi. E mjafshi, s'ka më gjimtyrësi dhe i bëhet si ftyra, rap shkrejt. E thuhet i verbëj, e thuhet e morë dëdheja gjuj dhe verbëj, e rëndësishme është ata u verbuan, dhe ata nuk përdin që ka bëhet, për shkën të prek nga për muri, për shkën të prek, dhe për thënë, kime pa të qatë gjonë nesër, kime pa të qatë zëritet nesër, që ata nuk e din që ka bëhet heq, nuk e dishin, a nëpse kishin dhimë të më dha, por me gjithate për largohen të preserit këta, kime pa të se që ka me gjithë nesër, kime pa të se që ka me gjithë nesër. Të menu që nesër, hajtë se vjetë dita, e në ta në shohëm, e marrë me të tjërët, e të rrëthëm shpinë, edhe të thejmë derën, edhe marrë me safer bëjmë ta që ka dojmë, pa ty të mysëm, ose bëjna me ty që ka dojna. A këta nuk përdin që nesër nuk e pret ta mo. Por kështu pëthojnë. E Allah pa thot këtu në Kur'an, fëdhuku adhabi wa nudhur, dhe shijane ju dënimin tim, dëshkimin tim dhe qortimin tim. Walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir, dhe në sabah, pra në luti alayhi salam o nësë, në pjesën e funit të natës, para sabahut, me qikat e veta, gruja i shkej përmas, apo nuk i shkej përmas për onal, për variant ma të forë shumicën që i shkej përmas, dhe e kaluan vend banimet e tyre, dhe leti dielli, atërë për një brim të madhe. Ku me leku Gjibril alayhi salam, e mur që ka thonë Allahu Azza wa Jall, فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. Dhe kur erdhi urdhri jon, dakiki me shkatërru ata, ne i përmbësëm çdo gjë. Ata që ishin lart i bëm poshtë, ata që ishin poshtë i bëm lart. Pra Gjibril alayhis salam me një pjesë të krahut i mor të gjitha të fshatra, thellë, edhe i çej përpijet deri në qiellin e dynjas, dhe atje edhe kikerimen, e zhurmen, e pulave, e të knejzve, e të labve, e të deleve, të hajven që e kishin, shtanzët baktive, për ndëgjojnë me laqet e qiellit. Dhe pastaj për e këthen kështu, edhe për e përplas për toke bëm që të gjitha. Allahu për thët, fe gjaalna aliha safilaha. Të që është nalt e bënëm poshtë, e kësë bëhet poshtë pa rotullu krejt. Dhe jo të mkaqë. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Dhe وأمطرنا ulshum aty në ulshum gur, si shi gur nga balta e pije kur, duke oran vazhdimisht në kry, se cili guri të shënuar emni kujt me i ra. Kjo gurt me i ra, kujna me i ra? Gurt me i ra aty në që nuk vdicen aty, që nuk ishin aty, që ka ishin rruga aty, prej tyne dhe gruja atina i cila dul, edhe dul ke jashtë band banimeve, dhe nuk e qaj din qil në altë atje, por Allah që i dënimin tjetër për mas, gurt pjekur të baltës pjekur në gjëhnem, i cili edhe këse këthe kje krynë kitan
ka fshati vet, ka vend banimet, një guri bëm edhe kësaj në kry, edhe kja shkoj dhe nuk mbeti gjallë as një prej tyne. Për ata Allahu pëthë të barek vë ta'ala, fëdhuku adhabi wa nudhur, dhe pra vujenin dëshkimin tim dhe qërtimin tim, pra i shkatrej i madhe Allah të barek vë ta'ala të gjithë, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, fa hal min muddakir, dhe ne e lehtësuam Kur'anin për ta kujtuar, a ka kush që merr mësim prej tina. Prej Kur'anit e përsëritse. Pas këti vije tregimi i radhës, e që është tregimi i popullit të Firaunit, e që Allah i madhruar e cek edhe më shkurt të këtë tregim. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, wa laqad jaa ala Fir'auna an-nudhur. Parisi Firaunit, kiptazve, familjes së Firaunit, u ardhën pejgamberët për lajmërues. U erdhi atyne Musa dhe Haruni, i thërën rrugë të Allahu te bareke wa taala. Fakadhabu bi ayatina kulliha, por ata përgënjeshtruan të gjitha argumentet e Allahut. Krejt, çdo argument që ka të dërguar Allahu popull Firaunit të mallkuar, duke filluar nga nxjerrje nga shkopi, ose nxjerrje dorës edhe në argumente tjera, të sa të kemi cekur me herët, të gjitha përgënjeshtruan, nuk i besuan as një prej tyre. Fa akhadhnahum akhdha azizin muqtadir, dhe ne ndëshkuam atë, prandaj ne dënuam ashtu siç ishte dënimi i ngadhnuesit fuqiplot. Allah i madhruar i dënoi këtë popull, Firaunin dhe ushtrinë e tina, dhe parinë e tina, popullin e tina, duke fundosur që të gjithë në deti dhe duke shpëtuar Musaun alayhi salam, dhe ata të cilët e besuan Musaun respektivisht popullin e tij. E thot Allahu akhdha azizin muqtadir, dënim i një ngadhnuesi, aziz i pamposhtur, kur del me dënu dikënd, nuk ka kush që del para, muqtadir i gjithë fuqishëm, i plot fuqishëm, fuqia e tij është absolute bareke wa taala, me fuqinë e vet, e qau detin, e ndau detin, e thau u rrugët e detit, kaloi Musa alayhi salam me Harunin dhe me gjithat popull, e pastaj kur ofot Firauni dhe ushtria e tina, e paria e tina, o mbyll deti dhe fundosin të gjithë. Krejt këtu argumente për ata që kanë men dhe dojnë të përfitojnë, por kush janë ata që dojnë të përfitojnë dhe ku janë ata? Fundit e cile ka për veti, e ne falenderojmë Allahun shumë dhe pajënda, dhe përsërisim dhe kur të i përzbëhet këtë falenderim e këtë mirënjohje të madhe të Zot të bareke wa taala për këtë udhëzim, për këtë hidajet, për këtë mirësi e begati që na ka bërë Allahu, e që ne ka ndërquar zemrat tona, i fjalën la ilaha illallah, e ne besojmë Kur'anin hak. Mundohemi të punojna me Kur'an, të jetojmë me Kur'an, Allah na bëf të jetojmë me Kur'an, ja Rabbel Alamin, e na bëf këtë Kur'an nuri dhe dritë në varr, e na bëf këtë Kur'an argument për ne, e jo kundër nesh, kur dalim para lat madhërisë ti, Allahumma amin. Zotë din më së mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.